Video bëhet virale momenti kur Miss Univers rrëzohet në një festival në Ekuador. Një video që po qarkullon në rrjet ka kapur momentin kur Fatima Bos Fernandez, fituesja kurorës së Miss Univers, rrëzohet gjatë një parade festive në Ekuador. Sipas raportimit të TMZ, incidenti ndodhi të dielën gjatë festivalit të frutave dhe luleve ku ajo po përshëndeste mijëra spektator nga një karrocë festive. Në pamje shihet teksa modelja shijon momentin dhe u dërgon puthje të pranishmëve, por brenda pak sekondash duket se ajo humb ekuilibrin dhe bie në gjunjë para turmës. Organizatorët ndërhyn menjëherë për ta ndihmuar, ndërsa ekipet mjekësore në vendngjarje i dhanë ndihmën e parë. Më pas, u vendos që ajo të tërhiqej nga aktivitetet e mbetura të ditës për t'u nënshtruar kontrolleve mjekësore. Deri tani nuk ka një reagim zyrtar as nga organizatorët e konkursit dhe as nga vetë Fernandez mbi arsyen e rrëzimit. Megjithatë, ajo u vlerësua për mënyrën e qetë dhe dinjitoze me të cilën menaxhoi situatën e papritur. Fituesja ka qenë në qendër të vëmendjes edhe më herët kurora e fituar në nëntor në Tajland, shkaktoi reagime të forta në rrjet pasi disa komentues e konsideruan triumfin e saj një surprizë kundër të gjitha parashikimeve. Një pjesë e publikut mendonte se titulli duhet i shkonte Olivia Jase e renditur e katërta, ndërsa të tjerë mbështetën përfaqësueset e Filipineve dhe Tajlandës. Edhe Natalie Glebova kishte shprehur publikisht bindjen se një tjetër konkurrente meritonte fitoren. Pavarësisht polemikave dhe incidentit të fundit, Fernandez mbetet një nga figurat më të komentuarat momentit në botën e spektaklit dhe konkurseve të bukurisë.